Shoqja më futi në shtëpi, unë nuk kënaqa me burrin e saj. Unë jam një vajzë 21 vjeçe, jam në një udhëkryq e nuk e di cilin rrugë të zgjedh. E di se isha unë ajo që gabova, por besoj se në fund, pasi të dëgjoni këtë histori, do ta kuptoni se nuk ishte i gjithë faji im. Jam në vitin e 3 të shkollës së lartë. Jam nga një vend i vogël i Shqipërisë dhe kur më doli universiteti në Tiranë u gëzova pa mas. Por kur fillova vitin e parë e pash, nuk ishte ashtu siç e mendoja. Tirana kishte një jetë mjaft aktive dhe për këtë duheshin shumë para. Prindrit më siguronin qiran e shtëpisë, por ne dilnim me shoqet dhe lekët nuk na mjaftonin. Në fakt, 2 shoqet e mia të dhomës ishin pak më të pasura se unë, kështu që ato vendosën të mos rrinin në konvik dhe të merrnin një shtëpi me qira. I kisha mike të mira dhe isha mësuar me to, prandaj dhe vendosa të shkoja dhe të jetoja me to edhe unë me qira. Prindërve nuk u erdhi mirë sepse e dinin që do të shtoheshin shpenzimet, por nuk ma prishën. U thash se do të gjeja një punë pas dite dhe kështu do të paguaja vetë qiran. Kaloi viti i parë me sakrifica dhe kur erdhi koha të shkoja në shtëpi me pushime e kuptova se kishte qenë një vit i lodhshëm. E dija se edhe vitet e tjera do të ishin të tilla, por ja vlente për shkollën. Viti i dytë ishte pak më me shans. Gjeta punë te një shoqe e mamit. Mami i kishte takuar në një trajnim kur ishte në Tiranë dhe pasi kishin folur për mua, ajo i kishte kërkuar që të më punësonte. Ajo punonte në një vend pune shumë të mirë, por për momentin nuk më rregullonte dot. Kështu që më mori të kujdesesha për vajzën e vogël pas diteve, kur punonte me orar të zgjatur dhe të shtunave dhe të dielave. Ishte një punë e bukur, që edhe pse më merrte një pjesë të madhe të kohës, nuk e kishte problem, sepse nuk ishte shumë e lodhshme dhe paguhesha shumë mirë. Përveç kësaj kisha edhe interes që të më gjente një punë pasi të mbaroja shkollën. Deri këtu ishim në rregull, por gjërat ndryshuan pas disa muajsh. Ajo ishte një grua rreth 30 vjeçe, por ishte shumë e mbajtur dhe dukej më e re. Në fillim, nuk ishte edhe aq e afrueshme me mua, sepse sigurisht që edhe pse ishte shoqe e mamit, duhet të siguroj se mund të kishte besim te unë. Pasi e pa se nuk i vinte ndonjë e keqe nga unë, u afrua aq shumë sa edhe më tregonte gjithçka. Kështu ajo filloi të tregonte pak kënaqësitë që kishte me të shoqin. Edhe pse ishte një femër e bukur, ajo kishte kohë që ishte ftohur me njëri tjetrin. Ai ishte 2 vjet më i madh se ajo dhe ishte një mashkull i bukur. Më vinte keq edhe disa herë më shkonte ndërmend t'i thoja të ndaj sepse mund të kishte edhe ajo dikë që të kushtonte vëmendje ndaj saj. Por tani që e mendoj, më mirë që nuk ja kam thënë sepse do të dukesha sikur doja ta ndaja. Kisha disa muaj që punoja tek ata. Kur asaj papritur i erdhi ftesa që kishte vite që e priste. Do të shkonte në një konferencë shumë të rëndësishme në Bruksel që do t'i jepte një shtysë të madhe karrierës së saj. Të lutem, a mund ta bash vajzën për një javë? Më duhet se s'bën të shkoj. Do ta merrja edhe vajzën, por nuk e di se a do të kem ku ta lë, më tha ajo. Ç'është ajo fjalë, thash. Për mua është kënaqësi. Edhe un jam pushim, kështu që jam e lirë pas dite. Po deshe rrit te shtëpia ime, se je më e qetë, ose tek e jotja, si të duash. Jo, më mirë, po rrit tek e imja. Po nuk e pati ti problemi, thash. Mirë, si të duash. Për çdo gjë, telefono burrin tim, tha ajo. Të nesërmen shkova ta merrja vajzën në kopësht dhe pastaj kalova nga shtëpia të merrja disa rroba të saj. Aty gjeta të shoqin, i cili më bezdiste gjithmonë me shikimet e tij, ama vetëm kur ishim vetëm, sepse kur ishte shoqja nuk më hidhte syt. Nejse, unë bëja sikur nuk e kuptoja. Pse nuk ri këtu, tha ai. U ktheva një herë dhe e pash me Abi. Ai e kuptoi dhe shtoi, se jem më rehat sepse unë do dal. Kështu e kemi lënë me dorën. Edhe ajo më tha të rija, por nëse ka ndonjë gjë, unë do t'ju telefonoj. Si të doni, tha ai dhe më shkeli syrin. Si për inat, pas nesërmen në darkë, vajza kishte temperaturë. Ishte vonë dhe kisha frikë ta çoja vetëm në spital. Shoqet nuk kishin makinë, kështu që i telefonova tatit. Ai erdhi me një herë. Sa po hyri në shtëpi, njëra nga shoqet më ra me bryl dhe më tha: s'pas ke faj ti që i përkushtuar kësaj familje. Që nga si yll, e qortova me shikim dhe u nisëm për në spital. Atje i vum një serum dhe më pas e sollëm në shtëpi. Të nesërmen, ajo ishte mirë, por unë nuk e çova në kopër sepse kështu më kishte porositur jati. Nga ora 10 ra dera. Isha vetëm me vajzën. Shoqet kishin provim. E hapa. Ishte ai. Erdha të shoh vajzën. Si është? Më mirë, thash. Unë ju thash edhe në telefon. Nuk kemi pse të shqetësoheni. Megjithatë fjala u ndërprek kur vajza e pa dhe i thiri. Babi, zemër, tha ai dhe u fut brenda.
Nuk më ngelej asgjë tjetër vetëm të mbyllja derën, sepse ai mori vajzën në krah dhe u fut në kuzhinë. Faleminderit që kujdesesh kaq shumë për ti me bi, tha ai. Ndenjëm dhe vajzën e kënaqur nga prania e tatit, e loja që bën bashk, e zuri gjumin në krahët e tij. E çova në dhomë dhe kur po bëhesha gati të dilja nga dhoma, pash te dera atë. Është në gjumi, thash, dhe bëra nga dera që edhe ai të dilte jashtë. Dolëm në korridor dhe aty u gjenda përballë tij. Ai ishte i gjatë me një trup si aktor Hollywoodi dhe afria me të ma bëri trupin me mornica. Mora të shkoja nga kuzhina dhe më preku trupin e tij. Ula në divan dhe ai ashtu bëri. T'ju bëj një kafe? Mirë. Pasi i bëre kafen, ai filloi të fliste. Ti je një vajzë e veçantë. Pse, i thash? Po ja, punon për të paguar qiran dhe për shkollën. Mëson e je shumë punëtore. Pse, të tjerat si janë? Ndryshe nga ti. Presin që çdo gjë t'ua bëjnë të tjerët, të marrin lekët nga prindrit, madje ka nga ata që zënë edhe të dashur që t'i mbajnë me lek. Prandaj më ka rënë në kokë për ty. Si, nuk t'u vjen zor. Ju jeni martuar me një femër të rrallë. E pra këtu qëndron e keqja. Njeriu nuk ka nevojë për femra të rralla, por për një femër si ti që të kënaqet me të. E kështu filloi kjo punë. Me këto fjalë e të tjera si këto, ai më bëri për vete dhe pas një muaji nga dita që ju përshkrova më lart, ai më bëri të vetën. Herën e parë ndenjëm bashk, kur e shoqja kishte ikur në Vlorë për një trajnim. Ai erdhi herët në shtëpinë time, kur shoqet nuk ishin aty dhe përjetuam çaste të mrekullueshme. Nga ai çast, ne jemi të lidhur dhe dashuria jon ka marrë krah. Një vit që ndruam parë në sy, mirëpo njëra nga shoqet e kuptoi kur më mori telefonin për t'i telefonuar së ëmës. Ajo pa mesazhin që ai më kishte dërguar. Po bën një gabim të madh, më tha. Ai është burri i shoqes mamit, pastaj është dhe i martuar, po martesa e tyre nuk funksionon. U shfaqsova. Nejse, ti e di vet, por të them më mirë të ndalosh tani, pa u bërë e madhe. Nga këto fjalë reflektova dhe e ftova atë të dilnin për kafe. Nuk është mirë të vazhdojmë më. Ti je i martuar dhe unë kam të tjera plane për jetën. Çfarë janë këto që thua? Unë nuk mund të rri asnjë çast pa ty. Ti dëgjon ato budallëqet e shoqeve tua, ato janë xheloze që ne duhemi. Prandaj të thonë se duhet të ndahemi. Me këto fjalë e të tjera si këto, ai më bindi përsëri. Tani e dini historinë time, se si do të vej filli nuk e di. Tani jam me pushime dhe sapo jam kthyer në shtëpi, por e di se këtë javë ai do të gjejë një pretekst dhe do të vijë të më takojë. Kam bërë një gabim nga i cili nuk e di se si mund të shpëtoj. Si do të reagojnë prindrit e mi? Si do të reagojë ajo që më punësoi, më besoi e më futi në shtëpi, më besoi gjën më të shtrenjtë në botë, të bien. Nuk e di. Zoti më ndihmoft.